Zoti Kryeministër, faleminderit që erdhët. Do të flas shumë shkurtimisht në emër të institucionit të Shqipërisë, të popullit shqiptar, dhe në cilësinë e personit që ka bërë të mundur këtë aktivitet. Faleminderit që keni ardhur, sidomos miqtan të shquar nga Izraeli, të cilët janë gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri, një traditë që kemi kremtuar për brezat e tërë dhe duam ta vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Jemi shumë të lumtur që ky është aktiviteti i parë kaq i madh në këtë shkallë, që si përmarrësit izraelit, novatorët izraelit bëhen bashk në këtë kohë të vështirë për botën dhe për vendin tuaj në mes të krizës që po vazhdon të luftës. Jemi shumë të nderuar që keni zgjedhur Shqipërinë dhe shpresojmë që të ndjeni në shtëpi. Dua të ftoj zotin Roni Hoffman, që është pjesë e organizatorëve të këtij evenimenti, për fjalën e saj. Faleminderit shumë. I nderuar Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, të nderuar ministra të brendshëm, të mbrojtjes, financës, infrastrukturës dhe energjisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Shqipërisë, ambasadori i Shtetit të Izraelit, zonja Irina Nevrim, kryetare Improved, shkëlqësi, të nderuar, të ftuar partner, koleg e miq, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në summitin për inovacionin për sigurinë kibernetike midis Shqipërisë dhe Izraelit 2026. Improved është një platformë që lidh kompanitë e inovacionit me vende në mbar botën. Është një nder i madh që të çel këtë takim kaq të rëndësishëm këtu në Tiranë, që bën bashk zyrtar të lartë të qeverisë, institucione kritike, partner ndërkombëtar dhe kompani udhëheqëse të sigurisë kibernetike të Izraelit. Më së pari dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për shkëlqësinë e tij, kryeministrin Edi Rama, për mbështetjen dhe pjesëmarrjen në këtë samit të rëndësishëm. Një falënderim i veçantë për partnerët tanë lokal strategjik, ish kryeministrin e Bashkëqeverisë Veriut, profesor Vlado Buçkovskin, që bëri të mundur këtë, dhe partnerin ton, zotin Albatros Rexha. Faleminderit shumë që na ndihmuat që ky eveniment të realizohet. Sot jemi krenar të presim 40 kompani udhëheqëse izraelita për sigurinë kibernetike, të cilat prezantojnë teknologji inovatore sigurisë kibernetike, zgjidhje që kanë vlerë për nevojat e Shqipërisë dhe të rajonit. Jemi këtu, ne dëgjojmë po kështu për kërcënimet e reja të sigurisë kibernetike, qofshin këto në nivel kombëtar ndërkombëtar, nga zoti Igal Kuna, që është drejtori i drejtorisë kombëtare tek ne për sigurinë kibernetike. Më pas do të vijojmë te pjesa më e rëndësishme e ditës, takimet individuale ku partneritetet e bashkëpunimet reale, projektet e ardhshme kanë piknisjen. Synimi ynë sot nuk është vetëm të shkëmbejmë ide, por të ndërtojmë bashkëpunim kuptim plot biznesi midis Izraelit dhe Shqipërisë dhe për të krijuar partneritete të reja dhe projekte afatgjata. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu dhe ju uroj të gjithëve një summit produktive të suksesshëm. Ju lutem, urojini mirëseardhjen zonjës Irina Nevlin, që është kryetarja e Innovate. Përshëndetje. Kjo është hera e parë që vim në vendin tuaj. Faleminderit që më bëni të ndihem kaq e mikpritur. Ka diçka mjaft mallëngjyese dhe simbolike në mbajtjen e këtij samiti shqiptaro-izraelit në Shqipëri sot. Marrëdhëniet midis Izraelit dhe Shqipërisë nuk janë vetëm marrëdhëniet midis dy vendeve, por është një lidhje mjaft e thellë njerëzore e vlerash.
Kohë më përpara, kur hebrejt në mbar Europën përsekutoheshin dhe kërkonin strehë të sigurt, populli shqiptar tregoi kurajt jashtëzakonshme. Shqipëria është një nga pak vendet në Europë ku numri i hebrejve pas luftës ishte më i madh se sa përpara saj. Qytetarët shqiptar rrezikuan jetën dhe shpëtuan hebrejt në emër të një vlere të thellë, që është përgjegjësia ndaj njëri tjetrit, dhe kjo është një histori që kurrë nuk do të harrohet. Por ky summit nuk ka të bëjë me të shkuarën tonë, ka të bëjë me të ardhmen tonë të përbashkët. Ne jetojmë në një botë ku kërcënimet nuk ndalen asnjë kufi. Ato kibernetike, inteligjenca artificiale, energjia, infrastruktura, demokracia, gjithçka është ndërlidhur dhe gjithçka është nën kërcënim. Ndaj besoj që partneritetet tona duhet bëhen më të forta, më elastike, më kurajoze dhe më njerëzore. Në Improvate ne besojmë në qasjen kur fitojnë të gjithë, jo në një marrëdhënie ku ka fitues dhe humbës, por në një partneritet që rritet dhe krijon vlera së bashku. Ne nga Izraeli mund sjellim inovacionin, përvojën dhe shumë gjëra dhe të menduarit si përmarrës, ndërkohë që Shqipëria sjell hapjen, vizionin, leadershipin dhe dëshirën e mirëfillt për të ecur përpara. Unë besoj se njerëzit, kompanitë dhe kombet që lidhen thellë me rrënjët e tyre janë po kështu edhe më të afta të ndërtojnë besim, të jenë hapura kërshi njëri tjetrit dhe të krijojnë marrëdhënie të forta që zgjasin në kohë. Dhe në këtë kuptim, Shqipëria dhe Izraeli janë një shembull shumë i bukur, dy vende me histori mjaft të ndryshme, por me një ndjenjë të thellë përkatësie, rezistence njerëzore dhe kujtese historike. E ndoshta për shkak të këtyre rrënjve, kjo hapje dhe lidhje njerëzore dhe kjo ndjesi kaq e madhe mirëpritje i ekziston midis nesh. Dua të falenderoj të gjithë ju që e bët këtë të mundur, pjesëmarrësit mbi të gjitha, qeverinë e Shqipërisë, ambasadën izraelite, të gjithë miqtë e pjesëmarrësit dhe të gjithë ata që janë bashkuar me ne sot. Dhe do doja të falenderoja posaçërisht Kristin Hoffman, që është lideri ynë që për dedikimin dhe që e ka bërë të mundur realizimin e këtij summiti. Shpresoj që të mos jetë vetëm një ditë takimesh biznesi, por edhe piknisja e një partneriteti të frytshëm e të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit tashmë. Ju lutem mirëprisni shkëlqesin e tij, kryeministrin Edi Rama. Për mua, është gjithmonë lajm shumë i mirë kur një hebre vjen në vendin ton dhe sa më shumë, aq më mirë, dhe është lajm shumë i mirë, po ashtu dua të falenderoj të gjithë ata që kanë qenë të përfshirë në këtë organizim jo të lehtë, sepse sa më shumë që e njoh Izraelin, aq më shumë e kuptoj që të bësh bashkë kaq shumë izraelit nuk është diçka e lehtë, edhe pse miti thotë që jeni gjithmonë të bashkuar. Kështu që faleminderit që keni ardhur e që keni sjell vullnetin tuaj pikë së pari dhe me shpresë dijen tuaj për të na ndihmuar të ecim përpara në një rrugë që e kemi çelur, duke i besuar teknologjisë së re, duke i besuar digitalizimit të infrastrukturës sonë, e duke i besuar bekimit që është teknologjia e re për vende si tonat, vende të cilat janë pas, por që përmes teknologjisë mund të bëjnë një kërcim përpara dhe mund të bëjnë gjëra që ndonjëherë vendet e mëdha, shumë më të zhvilluara, shumë më të suksesshme në mënyrat e vjetra e kanë më të vështirë të i bëjnë. Dikur një miku im i dashur, profesori Ricardo Hausmann, më thoshte se vendet nuk dallojnë me njëri tjetrin në bazë të asaj çfarë zotrojnë,
por në bazë të asaj që dinë. Dhe Izraeli është shembulli më i jashtëzakonshëm se çdo dallim mund të bëhet bazuar në dije dhe jo në burime. Ne besojmë fort të kjo marrëdhënie dhe kemi arsye për këtë, jo vetëm për shkak të historisë sonë, që është një histori e lidhjes së krijuar në kohët më të errëta për popullin hebre, kur Shqipëria doli nga lufta e dytë botërore si vendi i vetëm në Europë që numëronte më shumë hebrej se sa përpara se të niste lufta. Kjo së pari fal muslimanëve të Shqipërisë, të cilët morën çdo hebre si vlla e motër dhe vun jetët në rrezik për të mbrojtur hebrejt. Kjo është një histori që ne e shtrëngojmë fort dhe unë dhe qeveria ime po përpiqemi të bëjmë sa më shumë të jetë e mundur që t'ja rrëfejmë brezit të ri, jo për hir të hebrejve, por për hir tonin, jo për atë që ka ndodhur në të shkuarën, por për mënyrën se si duhet të shfaqemi në botën që jetojmë dhe si duhet përgatitemi për atë çfarë ndodh në të ardhmen, jo vetëm me hebrejt, por dhe me të tjerët. E me qëra fjala, kur flasim për sigurinë kibernetike, e zbuluam sigurinë kibernetike në mënyrën më të vështirë, edhe një herë si rezultati i mikpritjes sonë. Ne ju hapëm derën disa mirave iranianëve, të cilët janë në opozitë dhe nuk e bëm për shkak të ndonjë motivi politik, nuk e bëm që t'u jepnim një platformë në Shqipëri të luftonin nga Shqipëria këtë regjim, e bëm sepse jetët e tyre ishin në rrezik. Dhe askush nuk donte t'i shpëtonte. Ne ju hapëm dyert, ju dham streh dhe kemi bëm një marrëveshje të cilën e kemi ende që ata mund të jetojnë në Shqipëri, të rritin fëmijët e tyre këtu jashtë çdo rreziku dhe për aq kohë sa është e nevojshme. Megjithatë, kjo erdhi me hakmarrje nga regjimi iranian, që nuk e duronte dot këtë gjë dhe na sulmoi atë që kishim ndërtuar pareshtur me vite të tëra për të transformuar shërbimet tona publike nga një sistem tërësisht korruptiv e i zymt që u shërbente qytetarëve mbështetur në rishfete në një sistem tërësisht të shpejt, transparent, pa tarifa, që ofrohej online. U bëm një vend që 95% të shërbimeve i ofron online përmes ekraneve brenda dhe jashtë vendit. Dhe këtë synuan ata, synuan ta shkatronin këtë për të na çuar mbrapsht në kohën e errët të shërbimeve publike në nivelin më të ulët. Në fakt, u qem shumë të kënaqur kur pam në atë moment që Izraeli u soll si mik dhe na ofroi ndihmë. Fal kësaj ndihme dhe ndihmës
edhe të miqve tanë shumë të dashur nga Emiratet, plus disa ekspertëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, I mbijetuam këtij sulmi. Mësuam sidoqoftë se na duhet të investojmë dhe të ndërtojmë një sistem mbrojtjeje. Dhe nuk është e lehtë sepse sistemi ynë mbrojtës duhet të përballonte sulmet e një armiku jo të lehtë, siç e dini shumë mirë të gjithë. Ndërkohë, ndërprem çdo marrëdhënie me Republikën e Iranit dhe deklaruam shtet terrorist që është. Por sot mund të them me krenari që kemi një nivel krejt të ndryshëm të mbrojtjes kibernetike dhe njerë fal bashkëpunimit me Izraelin dhe me talentet izraelite. Jemi shumë të lumtur që jeni këtu e që mund të shohem se çfarë mund të bëjmë së bashku më tej. Personaliteti I parë izraelit që vizitoi Shqipërinë ishte Shimon Peres, nëse zgaboj në vitin 1993. Më kujtohet sepse mbajti një konferencë për shtyp dhe dikush e pyeti. Zoti Peres ishte ministri I jashtëm aso kohe. Vini nga një vend I vogël, me një histori që në disa pjesë të vetat ngjajnë me historinë tonë, sepse keni qenë një vend mjaft rural, tashmë jeni bërë një vend shumë I fortë. Çfarë këshille do të na jepnit? Shimon Peres tha diçka që unë nuk e harroj kurrë. Tha, nuk mund t'ju jap këshilla, po thjesht një kujtesë. Mund të bësh omlet nga një vezë, po nuk bën dot një vezë nga një omlet. Historia jonë e ndryshimit dhe e ulje ngritjeve ka qenë histori të bërit omletave dhe përpjekje për të nxjerrë vezë prej tyre, kështu që kemi bërë gabime, kemi mësuar nga gabimet, jemi përpjekur të bëjmë më mirë. Dhe unë besoj se kjo marrëdhënie që unë dëshiroj të forcohet dita ditës me vendin tuaj dhe me popullin tuaj, përmes saj mund të shmangim disa gabime dhe mund të mësojmë më shpejt si të bëjmë omletat. Me qëra fjala, shijojeni ushqimin ton, shijojeni mikpritjen ton, mos harroni kurrë që për hebrejnë Shqipëria është shtëpi dhe dëshiron të mbetet e tillë dhe çfarëdo të mund të mendojnë shqiptarët për tema të ndryshme, për politikën e tyre, për qeverinë tuaj, ka një gjë që është absolutisht e sigurt dhe Galik ambasadori mund tua garantoj që nuk ka antisemitizëm në Shqipëri dhe hebrejt janë gjithmonë të mirëpritur. Kemi parë po kështu dhe me kënaqësi të madhe rritjen me 700% e më shumë të vizitorëve hebrejnë që vinë në Shqipëri. Natyrisht, është më shumë se 700% e një shifre që ishte gati në zero, por ne shpresojmë që të vazhdojmë. Kemi më së fundi një fluturim të drejtë për drejtë dhe shpresojmë që të kemi edhe më shumë shkëmbime e vajtje ardhje në ju. Ju falenderoj shumë dhe ndihuni si në shtëpi. Le të bëjmë çfarë të mundemi së bashku. Ne duam të mësojmë prej jush, të bëhemi më të mirë. Ju falenderoj shumë.